i la kuajt që kanë qenë kafsha më e mirë për udhtim, më e shpejt për udhtim, Allahu Azza wa Jall ja zaventsoi me një mrekulli të madhe, ja nënshtroi erën dhe me të i krynte punët edhe më mirë dhe më shpejt. Bismillahirrahmanirrahim. Të nderuar xhamatli, në këtë jetë njeriu ballafaqohet me sprova dhe telashe të ndryshme. Me ato sprova i testohet atij sinqeriteti, forca dhe qëndrueshmëria e imanit. Ai vihet përballë zgjedhjes mes epshit dhe imanit të tij, mes dëshirës së tij dhe kënaqësisë së Allahut xhalla xhelal, mes asaj që e do nefsi dhe atë që e urdhron Zoti krijuesi i gjithësisë. Besimtarët e sinqertë dhe të fortë e zgjedhin imanin, e zgjedhin kënaqësinë e Allahut dhe atë që ai urdhron, ndërsa të dobtët japin përparësi epshit dhe dëshirave të tyre. Besimtarët e sinqertë heqin dorë nga e ndaluara, e lanë haramin, sepse e dinë se Allahu i ka urdhruar kështu, ua kërkon atë këtë. Besimtarët e dinë se po ta bëjnë për hir të Allahut, Allahu a zaventson me diçka më të mirë dhe më të vlefshme. Ata e dinë se Allahu nuk e humb shpërblimin atij që lë diçka për hir të Allahut. Dhe nuk e zhgënjen atë që mbështetet sinqerisht tek ai. Prandaj ekziston një rregull i madh, një ligj i pandryshueshëm që na ka mësuar pejgamberi alayhis salatu wassalam ku thot: "Men taraka shay'an lillah, 'awadahu Allahu khayran minhu." Kush lë diçka për hir të Allahut, Allahu ja zaventson me diçka më të mirë. Heqja dorë nga diçka e ndaluar për hir të Allahut bëhet shkak për sukses. Ai që lë diçka për hir të Allahut nuk humb, edhe nëse njerëzit gjykojnë apo mendojnë kështu. Sulejmani a.s. ishte mbret dhe pejgamber. Allahu Azza wa Jall i kishte dhënë të gjitha llojet e pasurisë. Prej pasurive të tij ka qenë edhe kuajt, ka pas shumë kuaj, dhe ka qenë shumë i dhënë pas tyne. E ka pas dëshirë dhe kalon të kohë duke u kujdes dhe duke u kënaqur, duke i pa ata. Një ditë, duke u marrë me kuajt, e vonon namazin e ikindis. Kalon koha, bëhet koha akşamit, ai ala nuk e kishte fal namazin e ikindis. Çka ban? Zemrohet për këtë, tha shkaku i kuajve unë të avonoj namazin, lutjen dhe madhrimin Allahut, hoqi dorë nga kuajt, i la kuajt, nuk u marrë ma me këtë hobi, sepse ishin shkak se e vonuan ndaj një adhurimi të madh. Çka bëri Allahu Azza wa Jall? Ja zaventsoi me diçka më të mirë dhe më të madhe. Ja nënshtroi erën, e cila lëvizte me urdhrin e këtij. Çka kalonte ai me një paradite, të tjerët nuk e kalonin me një muaj udhtim. Allahu Azza wa Jall ja nënshtroi erën, ushtrinë e tij e kapte komplet dhe e çonte ku kishte dëshirë dhe çefaj dhe nevojë. I la kuajt që kanë qenë kafsha më e mirë për udhtim, më e shpejt për udhtim, Allahu Azza wa Jall ja zaventsoi me një mrekulli të madhe, ja nënshtroi erën
dhe me të i krynte punët edhe më mirë dhe më shpejt. Sa shumë zemra janë larguar nga një dëshirë ndaluar e më pas janë mbushur me dritë dhe rahati. Sa shumë pasuni është lënë për hir të Allahut, e Allahu i ka dhënë bereqet me atë që e ka dhe është kënaq me atë të paktën. Nëse Allahu Azza wa Jall sheh që zemrat e njerëzve dhe punët e tyre nënshtrohen, Allahu Azza wa Jall i kënaq ata në dynja dhe në ahiret. Allahu thot, nëse Allahu sheh mirësinë në zemrat tuaja, ai do t'ju jap më mirë se ajo që ju është marrë dhe do t'ju falë juve. Ndonjëherë shpërblimi më i madh është kënaqësia me caktimin e Allahut, atë që e ndjen besimtari në zemrën e tij. Është transmetuar se Sufjan ibn Uyeyna e pa një shok të tij që kishte emrin Abdullah ibn Marzuq, duke pushu, duke fjedh mbi zall, mbi rër, nën kushte të vështira. I tha Sufjani, o Ebu Muhammed, kush lë diçka për hir të Allahut në këtë botë, Allahu ja zaventson me më të mirë atë. Po ty, me çka ta ka zaventsuar? Atë që e ke lënë për hir të Allahut, ai u përgjigj, Allahu ma ka zaventsuar me kënaqësinë që ndije në gjendjen ku jam. Kënaqësia e vërtetë është kënaqësia e zemrës, kënaqësia e shpirtit. Ndërsa ata që mendojnë se kënaqësia gjendet në pasuri, në pozitë, shiqoja me një sy kritik gjendjen e tyne, se sa vuajnë prej pasurisë, prej pozitës dhe prej vendit dhe jetës që e ka. Njerëzit mendojnë se ata kënaqen, po ata dënohen me atë që janë mashtruar. Edhe historia e Jusufit a.s. është dëshmi e kësaj. Kur gruaja e ministrit e thirri në mëkat, i mbylli dyert, e zbukuroi vendin, e stolisi vetën, e zbukuroi çdo shkak që të bëhet më mirë ajo që ka dasht ajo, i zbukuroi gjitha shkaqet e sprovës. Jusufi a.s. nuk pranoi dhe qëndroi stoik para kësaj sprove dhe tha, ma'adallah, Allahu më ruajt. Atëherë Allahu Azza wa Jall e nderoi me pastërti dhe dinjitet. E ngriti nga shërptor në pallate në pronar të pallateve. Pse? Sepse ai la diçka për hir të Allahut. Ai la epshin dhe pranoi burgun për hir të Allahut. Allahu është përbleu derisa u bë njeri me pushtet të lartë dhe përgjegjës për thesaret e dynjas. O ti që ke lënë diçka për hir të Allahut, mos u mërzit, sepse Allahu ka premtuar e premtimi i Allahut nuk kthehet kurrë. Allahu i madhëruar thot: "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib." E kush i friksohet Allahut, ai do t'ja hap rrugët, do t'i hap rrugdalje dhe do t'a furnizoj prej nga nuk e pret. Zemra jote le të rri e qetë, sepse shpërblimi po vjen. Mirësia është rrugës dhe dhuntia e Allahut nuk ndërpritet kurrë. Muhaxhirët, shokët e pejgamberit alayhis salatu wassalam, i lanë shtëpitë e tyre, e lanë pasurinë e tyre për hir të Allahut Azza wa Jall. Për të ruajtur dinin dhe imanin e tyre, çfarë ndodhi me ta? Allahu u dha pushtet në vende të ndryshme, i bëri prijes dhe udhëheqës, ndërsa shpërblimi i ahiretit është edhe më i madh se ajo që është dhënë në këtë botë. Allahu na fal të gjithëve, Allahu na mëshiroft, Allahu na ruajt nga sprovat e rënda, Allahu ju kënaq në këtë botë dhe në botën tjetër. Aqulu ma tasma'una wa astaghfirullaha li wa lakum.